ka të bëjë me perceptimin se gratë në politikë janë më dobta. Për arsye se na e dim, politika jo vetëm në Kosovë, në krejt botën, ndoshta edhe në vendet më të zhvilluara mirët si funksion edhe aktivitet e veprimtari e burrave, po është e vërtetë që sulmet e brutaliteti është shumë më i madh. Unë mendoj që janë dy elemente. Ndoshta me e plotsu edhe ato që nuk e çoj deri në fund Visari pse sulmohen gratë deri në fund. E para është që synohet me ushqy elementi sociokulturor mbi ato se si portretizohet gruaja. Shumë shpesh e objektivizuar, domethënë si objekt, cila e ka një rol riprodhues për familjen, e cila duhet me qenë bashkëshortja ose vajza dikujt ose bashkëshortja dikujt, domethënë asnjëherë në pronësi të integritetit edhe domethënë të drejtës së vet për vendimarrje, po gjithmonë dikush tjetër është. Dhe në momentin kur një gru ka një zë e cila është diametralisht domethënë jo në vi me një burr, po të paktën është shumë unik edhe është autokton, atëherë duhet me e sulmu, se kjo është e përdal, domethënë kjo nuk pibjen, nuk po hyn ato kornizda të cilat na i kena bu për gratë. Kjo është e para. Edhe elementi i dytë ka të bëjë me perceptimin se gratë në politikë janë më dobta. Për arsye se na e dim, politika jo vetëm në Kosovë, në krejt botën, ndoshta edhe në vendet më të zhvilluara mirët si funksion edhe aktivitet e veprimtari e burrave, prandaj hajde ta shohim ku është rruga e rezistencës më të ulët. Domethënë nëse në një subjekt i sulmojmë gratë, ato thehen. Edhe unë shpesh herë në këto 3-4 vitet e fundit si drejtuese e grupit parlamentar e kom pa që edhe në aspektin personal, familjar, ju e dini lajmin në janar të vitit 2022, kur o dal lajmi për orientimin seksual të vllaut tem, në kanal, që s'ka të bëj me, domethënë për martesën e tij, që s'ka të bëj asnjë send me aktivitetin tem politik. Synimi nuk ka qenë me u bë lajm ajo publik. Synimi ka qenë me u thy grupi parlamentar në cilin ka pas deputet që janë ma konservativ në bindje, që kanë pas bindje deri ndoshta, jo ndoshta, po edhe të vërtetuar mandej homofobike, edhe që mandej përmes funksionit tem si drejtuese, thymja jeme edhe përçarja e grupit, pandej përfitimi politik shkon në anën tjetër. Domethënë unë e kom kuptu që nuk ka pas bëj shpesh me qëllimin përveç për mu, qëllimi fundor ka qenë diku tjetër, por përmes kësaj e arrin për arsye se këta thehen ma lehtë. Kjo thehet ma lehtë. E njëjta pastaj ka ndodhur edhe me përgjimet, edhe me mënyrën se si janë plasu në opinion në vazhdimsi, me mënyrën se si janë montu, me mënyrën se si janë portretizuar dhe me hapësinën që e kanë zonë studio televizive, cilat mandej ka eskalu komplet. Domethënë që nuk ka pas më të bëj me të vërtetën. Ka pas të bëj me çka po dojmë na më tregu opinionin.